Shqipëria është pjesëmarrëse në panairin ndërkombëtar të Dubait, si një nga ekspozitat më të rëndësishme botërore për produktet organike dhe natyrore. Gjatë ditës së parë të aktivitetit, Senda shqiptare mirëpriti drejtorin e përgjithshëm të Bashkisë së Dubait, njëkohësisht antar i Këshillit Ekzekutiv të Emiratit dhe i Këshillit Suprem të Energjisë. Vizita e tij vlerësohet nga Agjencia për Zhvillimin e Investimeve si një sinjal i qartë i interesit të lartë të institucioneve të Emirateve të Bashkuara Arabe për produktet shqiptare dhe për përpjekjet e Shqipërisë në promovimin e tyre. Sipas Agjencisë për Zhvillimin e Investimeve, pjesëmarrja në këtë ekspozitë është rezultati i punës së koordinuar midis Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit dhe vetë agjencisë me synim rritjen e mundësive të eksportit dhe hapjen e tregjeve të reja për bizneset shqiptare. Produktet shqiptare organike përfshin vajin e ullirit, çajrat, lëngjet, ujë natyral dhe bimët medicinale që po tërheqin vëmendjet e vizitorëve dhe blerësve ndërkombëtar, duke treguar potencialin e fortë të markës Made in Albania në tregjet globale. Panairi do të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa delegacioni shqiptar synon të zhvillojë takime me blerës dhe distributorë të interesuar për produktet bio dhe natyrore të vendit.